59 persona mbetën të vdekur në Koçan dhe 155 të tjerë u plagosën si pasojë e shpërthimit të zjarrit gjatë një koncerti në një klub nate. Pas tragjedisë, qeveria në një mbledhje të jashtëzakonshme një ditë më parë shpalli 7 ditë zie. Kryeministri i Maqedonas Hristijan Mickovski paralajmëroi se do të ketë përgjegjësi penale për të gjithë autorët e përfshirë, ndërkohë ministri i Brendshëm Maqedonas Pançe Toshkovski tha se zjarri ka shpërthyer si pasojë e mjeteve piroteknike. Drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor, Sasho Klekovski, informoi sot se nga të lënduarit, 90 prej tyre ndodhen në spitalet në vend, ndërsa 44 janë pranuar në spitale jashtë vendit, ndërkohë 8 të tjerë pritet të dërgohen për mjekim në Kroaci dhe në Rumani. Ashtu siç kishin paralajmëruar qytetarët me pankarta në duar, ka nisur protestën për vdekjen e të rinjve. Me pankarta ku shkruhet dhimbje pa shëruar, nuk vdesim nga fatkeqësit, vdesim nga korrupsioni dhe vrasja e rinisë është vrasja e ardhmërisë. Qytetarët kanë nisur tashmë protestën e paralajmëruar pas vdekjes tragjike të 59 të rinjve. Në këtë protest po kërkohet edhe dorëheqje kolektive e të gjithë bartësve të institucioneve. Kryetari i komunës së Koçanit, Ljupço Papazov, ka dhënë dorëheqjen nga posti i tij duke u shprehur se kjo tragjedi e ka lënë vendin në errësirë. Zjarri ra rreth orës 3 mëngjesit të 16 marsit. Në diskotekë ishin rreth 500 të rinj, duke ndjekur një performancë nga bendi Maqedonas Dna, një grup i famshëm vendas. Në mesin e viktimave janë edhe 4 antarë të këtij grupi. Mbi 15 persona janë arrestuar e disa të tjerë janë shoqëruar. Në mesin e të arrestuarve ka organizatorët festës në klubin e natës, por edhe përfaqësues institucionesh si ish sekretarja e Ministrisë së Ekonomisë Razmina Çekić.